magjistër i shkencave kushtetuese administrative e diplomua në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në maj të vitit 2014, ka vizituar drejtorinë e administratës së përgjithshme në Gjilan, ku është pritur nga zyrtar të kësaj drejtorie, ndërkohë që kjo vizitë e Musliut e ka edhe një të veçantë të saj, sepse ajo u ka sjell drejtuesve të kësaj drejtorie punimin e diplomës, e cila është punuar pikërisht për organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni, e cila përmban titullin Organizimi i Administratës Lokale në Komunën e Gjilanit, me theks të veçantë në drejtorinë e administratës së përgjithshme. Flutura Musliu, magjistër i shkencave kushtetuese administrative e diplomua në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në maj të vitit 2014, ka vizituar drejtorinë e administratës së përgjithshme në Gjilan, ku është pritur nga zyrtarët e kësaj drejtorie, ndërkohë që kjo vizitë e Musliut e ka dhe një veçantë të saj, sepse ajo u ka sjell drejtuesve të kësaj drejtorie punimin e diplomës, e cila është punuar pikërisht për organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni, e cila përmban titullin Organizimi i Administratës Lokale në Komunën e Gjilanit, me theks të veçantë në drejtorinë e administratës së përgjithshme. Së pari falenderoj shumë zyrtarët e administratës lokale të Gjilanit, përkatësisht drejtorinë për administratë të përgjithshme, që kanë ndihmuar shumë në mbledhjen e materialeve. Përkatësisht falenderoj shumë zyrtarin Ardian Foniqin, i cili më ka ndihmuar shumë në mbledhjen e materialeve, dhe njëkohësisht jam e kënaqur shumë që kam zgjedhur drejtorinë për administratë të përgjithshme, ku kam parapar të gjithë fushë veprimtarinë e administratës, bashkëpunimet e drejtorisë për administratë përgjithshme me organet e tjera. Si jam marrë shumë me këtë temë, edhe kam marrë shumë shpesh këtu në drejtori për administratë përgjithshme, atëherë edhe kam pas dëshirë që t'ia dhuroj këta punën time që e kam bërë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga ana e tij, Ardian Foniqi, ushtrues detyre i shefit të shërbimit të gjendjes civile në emër të drejtorit të administratës dhe në emër të tij falenderoj Flutura Musliun që ka përzgjedhur temën e mbrojtjes së magjistraturës dhe mbrojtjen e temës me sukses, pasi tani Gjilanit ju shtua një magjistre e shkencave juridike dhe i ka dëshiruar suksese. Ne si drejtoria e administratës përgëzojmë Flutura Musliun, po ashtu jemi të lumtur se Gjilanit ju ka shtu një magjistre shkencave juridike. Ne jemi shumë të kënaqur që Flutura ka zgjedhur drejtorinë për administratë të përgjithshme për mbrojtjen e temës së magjistraturës me temën roli dhe funksionimi i administratës së komunës së Gjilanit. Ne i inkurajojmë edhe studentët e tjerë të mos hezitojnë, veprojnë sikur Flutura, sepse si çdo qytetar i komunës së Gjilanit dhe i Kosovës që ka derën e hapur në drejtorinë për administratë të përgjithshme, por edhe studentët e tjerë kanë mundësi, e kanë derën të hapur të bëjnë hulumtime shkencore. Ne jemi në gjendje t'i afrojmë dhe jemi shumë të lumtur që Flutura ka përzgjedhur drejtorinë për administratë të përgjithshme të komunës së Gjilanit. Sipas Foniqit, është nder dhe krenari që Flutura ka marrë modulin e funksionimit të drejtorisë së administratës në Gjilan, pasi që dhe Komisioni për mbrojtjen e temës së mastrit e ka vlerësuar si një administratë mirëfillt në organizimin dhe funksionimin e administratës dhe sektorët e administratës së komunës së Gjilanit.